Agja Shneq, teta Gjyli dhe Liki janë emrat të cilët të gjithë ju i njehni. Për herë të parë ato u shfaqën si personazhe të filmit komedi e Gjeli, të cilin së fundmi do të arrisjellin në serial. Ekskluzivisht pra pas kena gjatë gjirimit të një epizodi, na e sjell materialin në vazhdim. Riki ti të Gjyli, aho zemre. Rishki u jesh për kësen. Kësen, ajo kësen, është i bënd ka këtyve mo. Nëse thua e Gjeli, imazhi i parë që të vjen në mendje janë stupcat. Shumë crazy po duk. Apo nëse thua Agja Sheq, Gjyla dhe Liki, mendja të shkon te Gjeli. Ishte viti 2006, kur humoristët stupcat sollën në videofilmin e Gjeli. Një film i cili ka gërshetuar të gjitha strukturat e njerëzve. Ishte komedia më e pëlqyeshme për publikun, gjë që bëri revolucion në këtë treg. Leka o shëva? Agja Shneq, Gjyla dhe Liki janë personazhe që gërshëtojnë dy mentalitete, dy mënyra të jetesës dhe dallimet. Mesja fali. Janë bërë ca muaj që këta humoristë janë rikthyer në ekrane televizive. Përshëndetje për televizionin e Klonit. Hajnë mirë se keni onë gjirim. Me të përfunduar me serialin komedi Amkademiku, stupcat tashmë ka nisur të ripërtrijnë filmin e Gjeli, duke rikthyer në serial. Ekskluzivitetin e nisjes së këtij seriali, stupcat vendosën ta shfaqin në prive, ashtu siç ju kemi sjellur pra pas skenat në projektet e kaluara të tyre. Epizodi 4 skena 3F hera por. Edhe këtë radhë, ekipa jon kaloi një ditë të tërë në gjirimin e një epizodi të e Gjelit. Diku në fshatin Gadime, tashmë kishte filluar të festojë 28 nëntori, 100 vjetori i pavarësisë së Shqipërisë. Kështu kishte nisur njëri nga epizodet e këtij seriali. Gjithçka po frymonte kuqezi. Lirin nuk u asolla unë, po e gjeta këtu mes jush. Në krye me shesën Gjylën dhe Likin, aty ishim mbledhur edhe njerëz të tjerë të fshatit, të cilët po sakrifikonin që këtë ditë të madhe ta festonin në mënyrën më të mirë. Një tjetër aktor që tashmë e kemi parë shpesh të jetë pjesë e skeqeve të stupcave është Afrim Krasniqi. Rol kishte edhe në këtë epizod. Flamuri është i popullit, është gjark i derdhur në sheku i mësuese, nuk o yti. E unë që vrapova 3 ditë në përkatun? Ti vrapove, me kikiri ki boko e sa një gogël, me që për djemari që për duke si mu ka një Ugandës. Mëse ke uq kampionatin në Olimpiadin. Mbullë më regojë. Veshu, atë shkojmë ceremoni, veshu. Ti po bash me kërë si Isa Boletini. Le, Dash me marë pjesë. Një burr i shekullit të ri, një djalë i ndishëm, dramaturgjik, ka ardhur nga qyteti për të jetuar në fshat tek agja e tij. Kështu mund të përshkruhet Liki, njëri ndër protagonistët e këtij seriali, të cilin e luan Vedati. Në anën tjetër Osmani, apo siç njihet me personazhin e shëndruar, si gruaja e Sheqës, Gjyla, për festën e 28 nëntorit, po i vizatoi shqiponjak 2 krenare në fytyrë. Fjalime, vendime, brohëritje për fest, por ajo që po i gëzonte të gjithë ishte nisja për në Vlorë. Haxhi, himena, shtini kyt mëna, Haxhi. Aty ishte rezervuar edhe një minibus, ku përveç Sheqës, Gjylës dhe Likit do të bashkangjiteshin edhe fshatarë tjerë. Shoqata ambulantive, emergjenca fshatit, dega neuropsikiatrisë, pediatria, jo, adios. Edhe urimet për këtë 100 vjetor nuk mungonin. Urime 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë, 100 vjet shtet, Liki për Klan Kosova, gjithë armiqve që ja kanë nati shqiptarisë, gjistin vesh! Teta Gjyli e ka një mision këto, mi habit gradë, dhe me thonë me kësy. Dhe risa të ndreqet autobusi dhe plus mësë me himra në gratë me ljub kafe, se kanë asë një pik kafe. Pi fukarallakut, asë Gjyla, asë Sheqja kanë pi, se kjo klubi kudrave, që është të Agja Sheq, kjo ka pi dhe më hanë bara një 2-3 dite një kill kafe me do shoqe, ka këshyrë falë të nditën. Koha po kalon të shpejt, asnjëherë duke mos u ndarë nga skenat, rolet dhe gjirimet. Atëherë kur erdhi nata ishte edhe skena e fundit, ku si përfundim nuk realizua dëshira e madhe për të nisur në Vlorë dhe festa u bën në fishek zjarre.
Përsëri me një projekt të ri, përsëri me një serial. Kësaj radhe kanë vendosur që filmin E Gjeli ta realizojnë në serial. Ishim një ditë të tërë së bashku me protagonistët e këtij seriali, të cilët do të na flasin pse pikërisht E Gjelin kanë vendosur të na sjellin në serial. Vedat. Mi mrama, me ta shtik ishin sy. Përshëndetje për gjithë dëgjuesit e televizionit Klan, e përshëndes Argjin tema Gjeshesh, tetin Gjyli, faleminderit që keni ardhur. Mendoj që është pse E Gjeli kemi konsideruar që ka nevojë me bë prapë E Gjelin me ripërtrin një farforme, se është një komedi më e pëlqyeshme që kanë pëlqyer edhe shqiptarët e Kosovës edhe Shqipërisë, edhe të Maqedonisë edhe të Malizit. Domethënë gjithkund ku ka shqiptar se kanë pëlqyer shumë. Ndërsa Mensuri, përveç se i kënaqur me organizimin dhe ekipën përreth, i pëlqen edhe qëndrimi i tij në fshat. Po vendi është parajs. Ne përveç që lodhemi këtu shpesh edhe kemi pas muhabetet me një tjetër në gjithë këto pula, sene, dhe ne ndikojnë kështu në relaks. Mandej vi ma heret, kanet kur kemi flajt këtu, po menoj për mu ambientu ma mirë, me hy në karaktere, me ndi fshatin, me një tokën, se gjithaj plohën e gjithaj asfalt, vesh në ka socializu pak si tepër. Do të zhvendosen në një tjetër televizion, me një sipërmarrje të re, mjaft interesante e një herëzi mjaft ljoshëse. Marrëveshja është Supsat Grup me Digitalbin. Seriali do të shfaqet në kanalin T, që thonë këta Shqipërisë dedikuar ty. Kanali është T në platformën digital dhe seriali do shfaqet, nëse nuk gaboj, në ora 10, dita e parë është 29 nëntor. Do thotë më njëherë mas 100 vjetorit dhe hallakamës të krejt shqiptaris, do ta shfaqem edhe serialin. Are you ready? Me që do të shfaqet tashmë në kanalet e platformës digital, ky serial do të mund të shihet edhe në Shqipëri. Urime! Yes! E dim që është një përgjegjësi e madhe për neve tash që do të shihemi edhe në Shqipëri, po besoj që kemi me ja dal. Që qëllimi jon është që edhe ai në Gjirokastër që jeton, edhe ai i cili jeton në Sarand, me na pa edhe me na shiqu. Sa i përket numrit të epizodave ende nuk është caktuar. E Gjeli tashmë do të prezantohet më gjërësisht, qëllimi i së cilit është të jetojë më shumë. Sot do të thonë ju na pat në episodin e 4, kushtuar 28 nëntorit. E falenderoj mas pari ekipën tonë, duke fillu prej regjisorit, Valter Lucaj, dramaturg Anton Drecaj, e deri te ekipa e fundit, edhe këta që po i bojnë shinat edhe kranin, e ndriques, e kamermanat, e montazherin, e organizimin, e gjithë aktorët dhe bashkëpunëtorët që kanë qenë sot me neve, pa ta seriali nuk kish me qenë i suksesshëm, as na nuk ishëm suksesshëm. Në serial u vret që nuk u realizu me shku në Vlorë, tash po ju pyeti me 28 nëntor ku do t'jene? Në Gjirokastër. Kom dilema shumë të mëdha, nuk e di. Liki? Me 28 nëntor në makinën time, flamujt kombëtare do të balojnë. Për normal, për Vlorë. Veç mos harroj mos me lanë dhe Kosovën vetë. Adin, mos harroj, kështu që une po shkem Vlorë.